Zoti Peleshi, në realitet leksionet këtu patriotizmit u tentuan nga kryetari i grupit parlamentar. Ai i cili gjatë gjithë jetës vetë, sepse iku tashi, gjithmonë ka vënë partin mbi Shqipërinë, dhe jo vetëm me veprime, por edhe me deklarata. Çuditërisht sot doli i ndryshuar. Po puna është që duhet ta lini këtë lojën e strucit dhe mos na drejtohuni këtu me sfida që nëse ne duam Kosovën, apo drejtuesit e luftës së UÇK-s, ne duhet vim në atë mitingun tuaj. Sot është dita për t'u treguar patriot. Ja ku e keni sfidën, mos e lini për nesër. Po, dëgjojeni atë kryetarin e grupit tuaj parlamentar. Vendoseni Shqipërinë mbi partinë sot. Ja ku e keni provën. Që tregoni që e doni Kosovën, miratoni rezolutën kundër krimeve serbe, kundër genocidit serb në Kosovë, sepse ju gjithë jeni parlamentar, një pjesë me përvojë shumë të madhe. Kush ka më shumë vlerë? Një rezolutë e dal nga parlamenti apo fjalët hipokrite të atyre që morën iniciativën e Ballkanit hapur për ta bërë Serbinë lokomotivë ekonomike të rajonit? Kush ka më shumë vlerë zyrtare? Rezoluta e Parlamentit Shqipërisë që shkon po në atë Parlamentin Evropian, po është e vërtet, ajo shkon, apo fjalët e atyre që sankcionuan Kosovën? Kush ka më shumë vlerë? Jo, nuk e përcaktoni. Zoti Koreshi, e doni fjalën procedurë? Më pas zoti Llajo, më pas zoti Vasil Llajo, po e përcakton rregulloria. Faleminderit. Jo, ja ka mequr fjalën edhe zotit Bido për të njëjtën arsye. Për djeni. Dakor, ndërkohë që nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste kanë folur shumë pak, po të duash bilancin e erës kaluar, është 45 minuta deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe 9 minuta të grupit Partisë Socialiste. Për statistikë. Faleminderit. Zoti Koreshi ndjes.